Bashkia ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian, po dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do duhet që të ushtronin presion ndaj Serbisë për dorëzimin e gjithë individëve të cilët janë të akuzuar për kryerjen e sulmit terrorist në Republikën e Kosovës. Konsideroj që qëndrimi i Bashkimit Evropian ka qenë një qëndrim i zbet politik, i nevojshëm për pozicionin e saj, mund të them ambig, që të kemi një lloj parafrimi edhe me Serbinë edhe me Kosovën, dhe nuk është që e kam përdorur si një mjet të domosdoshëm dënues dhe sankcionues për Serbinë, ose kurzues në mënyrë parimore që Serbia nuk mund të lëvizë tutje as në bisedime me Kosovën dhe as në rrugën e saj të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, pa i dorëzuar individët të cilët kanë kryer sulme ndaj një shtetit pavarur dhe sovran dhe të njohur ndërkombëtarisht nga shumica e shteteve të Bashkimit Evropian, kësaj do të ishte mësimi i dur ndaj Serbisë, po të ekzistonte një vullnet, ashtu siç Shtetet e Bashkuara e kanë detyruar atë me dorëzu Miloševićin. Apo kupton pse Serbia njihet që është një vend që patriotët e vet kriminal, patriot për nga kuptimi i tyre, po kriminal për nga krimet që i kanë kryer vendet të tjera, sikur Kosova, Bosnia, Kroacia, i kam shef me vitet tona. Pra, do duhet të detyroj Serbia ta dorëzojë Radojićin njësoj qysh është detyruar me dorëzu Slobodan Milošević. Do duhet përndryshe mendoj që Bashkimi Evropian do duhet që ta izolonte dhe të pezullonte avancimin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, sepse asnjëherë Aleksandar Vučići nuk e ka mohuar drejt për drejt mos përfshirjen, mos njohurinë e qeverisë serbe dhe shtetit serb për atë çka ka bëu ky grup në veri. Pra nuk ekziston një lloj distancimi, qoftë publik, po nuk ekziston asnjë lloj pranimi publik, sepse për dy ata i ka pasojë. Edhe distancimi mund të sjellë pasojë nga grupi shumë i forcuar kriminal që e kontrollon ndoshta botën e krimit në Serbi, Milan Radojićit, po ashtu edhe nga rrezikuar edhe nëse vepron diçka kundër tij. Po mendoj që po, sepse ai e ka ushqyer atë farë Leonit vogël, atash ai u bën një bish, është një bish i cili domethënë nuk ka arrit që të arrestohet në Kosovë ose të vritet në Kosovë, po që mund t'i kthehet bumerang dhe tashmë mund të bëhet edhe më i fortë sa i përket kontrollit asaj që quhet botës tërë në Serbi, ashtu siç u tregu në protestat karshi, ashtu siç u tregu në protestat masive popullore të udhëhequr nga studentët në Serbi, që grupi Milan Radojićit ka qenë kyç në maltretimin dhe në organizimin e zbrapsjes dhe rrahjes së atyre protestuesve të cilët ishin ngujuar në bord qeverisë duke bërë kampeng pra deri në dorëheqjen e Vučićit. Pra është një person dhe një grup që ka një pushtet shumë të fuqishëm kriminal në Serbi, dhe mendoj që Bashkimi Evropian duhet të jetë shumë i qartë sa i përket deklarimit politik që përgjegjësia për këtë sulm terrorist është e qeverisë Serbisë dhe jo e Milan Radojićit. Kësaj mund barazohemi në përgjithësi që pastaj mund kthehet Kosova në negociata të më të tjera po mendoj në çështje temat që kanë të bëjnë me serb me qytetarët serb në shtetin e Kosovës, jo negociata mbi Kosovën, sepse Kosova është projekt i përfunduar i shtetësisë, po. Smakiqi e thatë që s'ka vretje prej monitoruesve ndërkombëtar